Gjatë një mitingu me banorë të minibashkisë nr. 4 kur i kandidon Vahid Kalaja, kryetari i bashkisë Edi Rama ka sqaruar si fillim akuzat për tapetin e barit që është vendosur në sheshin Skënderbej, për të cilin Rama tha se sheshi është një tregues i mirë i vizionit të bashkisë së Tiranës. Kush e ndjek fushatën nëpërmjet televizorit ka parë përpara një 2 ditësh televizorin e Saliut që hapte lajme duke thënë që në qendër të Tiranës po shtrohet bar gjysmë artificial. Madje jo vetëm bar gjysmë artificial, po dhe bar i rrezikshëm për shëndetin. Në qendër të Tiranës po fillon të duket ai që do të jetë sheshi i ri Skënderbej dhe është shfaqur vetëm një copës e vogël e projektit spektakolar të atij sheshi. Rama u ka bërë thirrje banorëve të kësaj zone të votojnë në 8 maj bashkë me Demokratët, kandidatin e Aleancës për të ardhmen, duke ndëshkuar e marrë hak ndaj qeverisë për varfërinë, papunësinë dhe çdo pakënaqësi tjetër. 8 maj është dita për të marrë hak që me vot ta gjykoj dhe ta ndëshkoj qeverinë, sepse qeveria në demokraci është shërbëtori që votohet kur të shërben mirë dhe ndihet jashtë kur të shërben keq. Duhet të flisni edhe me demokratët. Është rasti i tyre për ta çliruar Partinë Demokratike, për të çliruar energjinë e jashtëzakonshme pozitive që e lindi flamurin e Partisë Demokratike, që është kthyer sot në një fest për të mbledhur para nga çevat e shqiptarëve dhe në një skop për të përdorur si kërbach, atëherë kur shqiptarët thonë ne nuk jemi dakord. Kryetari i Bashkisë së Tiranës ka akuzuar kundërshtarët e tij se nuk din të respektojnë dinjitetin e popullit, por e keqpërdorin atë për interesat të tyre. Pra në 8 maj, kur më me një qeveri e cila nuk di të respektoj dhe doj popullin e vet, e cila nga një anë ata që e votojnë dhe ushtesin, i trajton që ju kanë gjetë robërt vetët, dhe nga ana tjetër ata që nuk e duan dhe nuk e mbështesin, i trajton sikur ti kishte armiq, i trajton më keq se çdo ta trajton dhe qytetari një pushtut. Rama ka theksuar se kundërshtarët e tij nuk kanë asnjë plan zhvillimi për asnjë qytet, komunë apo bashki, por thjesht bëjnë premtime të gënjeshtra.